Trego vlerat e tua. Abdullah ibn Zubeir, zoti qofti i kënaqur me të, kishte një parcel me palma në Medine. Përbërë saj ishte parcela e Muaije ibn Ebi Sufjanit, kalifit të muslimanëve asë kohe, por që jetonte në kryeqendrën e kalifatit në Damask. Një ditë punëtorët e kalifit hynë në parcelën e Abdullahut, gjë e cila përsëritet edhe disa ditë të tjera. Abdullahu zemërohet shumë edhe i shkrua një letër Muawijes. Mes këtyre të dyve ekzistonin pakënaqësi dhe mëri të vjetra. Në letër Abdullahu i shkruan: nga Abdullah ibn Zubeiri, drejtuar Muawijes, të birit të Hindit, që kafshon mëlçi njerëzish. Punëtorët e tu kanë hyrë disa herë në parcelën time, prandaj jepi urdhër që të mos e shkelin më tokën time. Përndryshe, betohem në Zotin e Madh, se do të bëhesh pishman për se ke lindur. Muawijes, i cili njihet për maturinë dhe urtësinë, i mbërriti letra në Damask dhe e lexoi. Ai e thirri të birin e tij, Jezidin, dhe i tha: "O ti çfarë mendon, o Jezid?" Jezid ju përgjigj: "Mendoj t'i dërgosh një ushtri, e cila fillimin e ka tek ai dhe fundin këtu në Damask, edhe të sjell kokën e tij." Muawija e pyeti: "Do të bëj diçka tjetër më të mirë, edhe më të dobishme për lidhjet që kemi." Pastaj i shkroi një letër në të cilën i thoshte: nga Muaije ibn Ebi Sufjan, drejtuar Abdullah ibn Zubeirit, të birit të Esmas, asaj që ka sakrifikuar aq shumë për sigurinë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pasha të madhin Zot, po ta kisha të gjithë botën, do të adhuroja ty. Nëse parcela ime që kam në Medinë do të shtrihej gjerë këtu në Damask, do ta kisha dhënë. Kur ta marrësh këtë letër, bashkoja parcelën time parcelës tënde. Punëtorët e mi punëtorëve të tu, se i ke dhurat prej meje. Unë shpresoj të fitoj parajsën e Zotit, e cila është më e gjerë se sa toka me qiejt. Kur Abdullah ibn Zubeir lexoi letrën, i rodhën lot, saqë ju lag edhe mjekra. Ai mori rrugën për në Damask për t'u takuar me kalifin Muawije, i puthi kokën dhe i tha: "Zoti mos na privoft nga urtësia dhe mençuria jote." Morali: gjithmonë mund t'i fitosh zemrat e njerëzve fal dhëmshurisë dhe dashurisë që u fal atyre. Sa do keq të bëj dikush, asnjëherë mos e interpreto butësinë tënde si naivitet dhe dobësi. Është pikërisht kjo zemërbutësi, ajo që të zbukuron në sytë e të gjithëve. Të mjafton si nder që ti jep papritur shpërblim prej njerëzve, pasi zemra jote qetësohet pikërisht me këtë të mirë që u bën njerëzve, me butësinë dhe dashamirësinë. Kush kërkon një mik pa të meta, jeton i vetëm. Kush kërkon një grua pa të meta, jeton beqar. Kush kërkon një të afërm perfekt, nuk do të njoh veç se shamatat me të afërmit e tij. Nëse kërkon të jetosh i lumtur, mos interpreto gjithçka, mos heto çdo detaj, mos analizo çdo gjë. Ata që analizuan diamantin, pan që ishte qymyr.